I alim me mu të testojmë këta lip glossa virale që ka shku gjande këtu sidomos në Gjermani. Unë kam qenë sot në gjesë ke akcioni edhe janë nga kjo marka Max & More. Është një pako që janë 3 lip glossa të ndryshme, ngjyrë lila, ngjyrë rozë dhe ngjyrë të bardhë, të dukshme me gjithë të xixa. Kështu që do fillojmë direkt të testojmë së bashku. Do fillojmë me këtë të parën që kam vendosur ke buzët e mia, nëse mund të shikoni, edhe me të thënë të drejtën, live duket edhe më bukur goca, sidomos tash për festat e fundvitit, mu ju sugjeroj me vërtet. Ja të aplikoj direkt këtu ke dora. Mund të shikoni është e dukshme, po është me xixa, sidomos kur bëni buzët kështu nude si unë tani, edhe vendosni këtë gloss duket fantazi, me thënë të drejtën. Vazhdojmë direkt me të dytin, kjo ngjyrë rozë që është shumë e bukur, ngjyra ime e preferuar rozë. Do të aplikoj edhe unë këtë pak ke dora, ta shikoni si duket. Ja, është pak më errët se sa ajo normale, ajo e bardha. Dhe ngjyrë lila. Ngjyrë lila është besoj që do e përdor, do duket vetëm kështu më shumë bukur, por për buzët e mia nuk besoj që do shkonte, kështu që ta aplikoj vetëm pak këtu, që mund ta afroj, ta shikoni ju si duket. Ja, kështu duket. Unë këte dhe ta fare, po më duket dikuj tjetër që s'më duan, por këta me vërtet ja ka vletur edhe për 2,99 goca, nuk mund të akoni fare. Nga marka Max & More, nëse doni shkoni ke akcioni.